A mund të bëjë diçka Shtetet e Bashkuara në këto momente? Jo. Mendoj që loja duhet luhet pak me faza të gjata, me afat gjata. Fatkeqësisht ne duhet të bijmë tashmë dakord ose duhet të pranojmë faktin që do të ketë një gjykim të rënd ndaj 4 udhëheqësit të UÇK-s dhe pastaj të varim shpresat tona mbi një apel që mund të bëhet pastaj pas gjykimit e pas vendimit të tyre. Dhe këtu është shpresa dhe këtu pastaj luhet loja politike, madje edhe ndërhyrja e Shtetit Bashkuara. Mendoj se Shtetet Bashkuara kanë filluar në fakt të angazhohen në këtë drejtim. Kjo është gjë pozitive sepse duhet të vazhdojmë për këtu. Fatkeqësia është që themi rrotat e drejtësisë ndërkombëtare janë shumë të ngadalta dhe mund të shkojnë përtej administratës zotit Trump dhe çështja e apelit mund të zgjatet më shumë se 2 ose 3 vite, që do thotë që nuk e di se sa efekt mund të ketë kjo administratë mbi rezultatin provimtar të apelit. Unë shpresoj përfundimisht në pafajësinë e këtyre 4 udhëheqësve dhe nuk është hera e parë, por kemi parë, unë kam studiuar gjykatën ndërkombëtare penale gjithashtu që është një parentezë thoya i kësaj gjykate në specialet për Kosovën dhe aty shpeshherë në procesin e apelit ku shikohet pak më holl dhe çështjet e drejtësisë, jo vetëm të fakteve, por edhe se si drejtësia është ekzekutuar, aty i kam shpresat se sa në këtë hap të parë të gjykatës. E qartë, zoti Mema, do i rikthehemi sërish pas pak me ju analizës sa i përket takimit të parë të Bordit të Paqes, sepse në program na është bashkuar dhe Kreshnik Çollaku, këshilltar i presidentes së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, i cili me delegacionin e Kosovës kanë bërë sërish një prezantim dinjitoz në skenën globale sa i përket shtetit të Kosovës në këtë Bordin e Paqes. Kreshnik, të përshëndes dhe të përgëzoj edhe një herë ekipin e Kosovës për atë paraqitje dhe së pari duam të mësojmë faktikisht se çfarë mori Kosova nga ajo paraqitje dhe nga ajo përmendje me aq dashamirësi nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, zoti Donald Trump. Më mbrëma ty edhe në lirit një miku im i vjetër nga Tirana dhe nga Washingtoni. Ne jemi shumë të kënaqur dhe entuziast për çfarë ka ndodhur dhe po vijon të ndodhë në mënyrë të konsoliduar në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Shtetit Bashkuar, administratës Trump, presidentes Osmani dhe presidentit Trump. Në radhë parë një antarësimi i Kosovës si antar themelues i një organizmi të tillë ndërkombëtar kaq do thonë ka që jashtëzakonshëm i korave që jetojmë, ku qartësisht duket se ka një investim të administratës Trump në mënyrë të drejtë për drejtë, si një mekanizëm ku projektohet mënyra se si presidenti Trump, por dhe kjo administratë shikon konfliktet, paqen, rendin, botë marrëdhëniet, dhe Kosova si antar themelues e kësaj është një ngjarje e jashtëzakonshme për Kosovën. Mendoj për gjitha vendet në varësi të specifikave që kanë, është e rëndësishme qenia pranë një organizate të tillë dhe pranë SBA-s. Por për një vend si Kosova është disa herë më e rëndësishme. Kosova është një vend i cili është gjendur për vite e izoluar nga një blokadë, nga një kombinim vrastar, asfiksues si diplomaci serbe, ruse, aleatëve të tyre, pengesë në njohje, pengesë në antarësim në organizata ndërkombëtare, që do të thotë pengesë në fonde, dëme të mëdha që shkaktojnë vendit, proceseve aty, edhe përfshirë po donë edhe kjo historia e Hagës, por jo vetëm kjo, edhe më tej. Kosova është një vend i cili i cënohet i është cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë territori, sovraniteti, integriteti. Kosova është një vend i cili u sulmua ushtarakisht nga fqinjit i Serbisë, siç është rasti Banjskës, apo akte terroriste siç është kanali i Tibër Lepens, por edhe të tjera. Pra për një vend si Kosova, ku ka probleme të ekzistencës të statusit të saj në raport edhe me organizma të mëdha siç është KBE-ja, por dhe me shtete mosnjose, ulja si vend themelues në krye organizmin, do të themi, të paktën të kësaj administrate Trump, Shtetet Bashkuara të Amerikës, sot është një sukses dhe një garanci e jashtëzakonshme. Kreshnik, do të pyesja faktikisht për angazhimin e Kosovës në Bordin e Paqes, u përmend që do të dërgoj trupa ushtarak apo policor për të shërbyer në mekanizmin stabilizues për rripin e gazës. Kemi akoma një numër?
Kemi një numër se sa trupa do të dërgojë Kosova? Nuk kemi në numër. Sotmi është një angazhim politik, një shprehje vullneti politike, zotim politik. Sigurisht komunikimi midis institucioneve vazhdon, FSK-s apo institucioneve tjera me kundër palën amerikane, dhe në vimësi do të shikojnë detajet apo fushat ku mund të kontribuojë Kosova me kapacitetet e saj, me ekspertizën e saj, me njerëzit e saj, në atë çfarë ka aftësitë saj në fundit, në këtë organizëm kaq të madh dhe ushtarak por dhe politik. Mendoj që edhe për Kosovën, dhe kjo është një shërbim i dytë që i bëhet Kosovës, sepse mendoni që një në prioritetet e mëdha të Kosovës është anëtarësimi në NATO. E ku ka më mirë se ushtria e Kosovës sot konsiderohet do të jetë kram me ata amerikane apo me partnerë të tjerë të rëndësishëm dhe vlerësohet për kapacitetin, për aftësinë, për ekspertizën, për efektshmërinë, besueshmërinë. Kjo që mendoj është një test, një lloj provimi edhe në raport, është një nxitës edhe më i fortë në raport me rrugën e Kosovës drejt integrimit në NATO. Do t'i shërbej shumë performancës apo imazhit të Kosovës. Një besoj që për Kosovën është rasti një përfitimi të shumë fisht në disa plane. Dhe për këtë mbase kuptohet entuziazmi, super entuziazmi që kemi sot. Presidenti Trump është një president i cili nuk buron ta shpreh këtë mbështetje, ka bërë dhe sot në qartë presidentes. Kështu që është një momentum shumë i mirë. Është gjë e mirë që edhe Shqipëria është pjesë e këtij bordi, pra dy shtete shqiptare në një mekanizëm të tillë është një lajm jashtëzakonisht i mirë, tregon partneritetin e këtij kombi me